shepoteve deri në fundit. Ne kemi kandidatën tonë, Zorin Haxhiu, përse do ta propozojmë prapë. Edhe konstituimi i kuvendit, siç e dini, është përgjegjësia e gjithë deputetëve të Republikës Kosovës, kështu që presim që deputetët e tjerë shqiptar të partive opozitore ta votojnë. A keni numrat? Po numrin tam e kam me vete. E po përse edhe numrat tjerë janë. Sigurisht se ka konsultime, po megjithatë më që i kemi numrat për qeveri, më te qeveria aty është shumë kritike dhe po besoj aty jemi shumë sigurt. Kurse te kryekuvendorja prapë një po them që është përgjegjësia e gjitha partive politike. A mendoni që për herë të tretë Haxhiu ka më votu? Po tash është çështje mendimi edhe është hipotetike, kështu që s'po më ton përgjigjes se presim Keni me ndonjë shohim. emër tjetër apo vetëm Jo, është Zorin Haxhiu. Kush janë katë vota tjera potenciale nga 5 të shtuar që ishin të kaluar? Presim e Nisma shohim. me 3 dhe një tjetër kush? Presim e shohim. Për mua, më thonë shumë sinqerisht, është habi qysh sot nuk janë veteranë të luftës me protestu këtu. Me qenë se Ramër Haradinaj e tha që ky Adem Hoxha, deputeti i listës sërbe i Radhëshiqit, tha ka orë të UÇK-ja. Nëse dikush është ofendu vlerat e luftës, mendoj që kjo deklaratë ishte dashur me qenë ofenduese për ta dhe me pas një farë protestë të veteranëve këtu sot për deklaratën e tij, e sidomos ku kemi deputet Radhëshiqit që bashkangjitin partive politike dhe e mbulojnë ata me UÇK. Kështu që faleminderit shumë, shihemi.